Rreshtet e dendurat shiut gjatë 24 orëve të fundit kanë përmbytur zonën torfike të Blatës në Pogradec, e cila ndodhet në afërsi të Drilonit. Ky ekosistem i brisht, i njohur për tokën e tij torfike, vegjetacionin e veçantë dhe biodiversitetin e pasur, është mbuluar nga ujërat që kanë dalë përtej shtratit natyror. Uji i tepërt ka krijuar një sipërfaqe të gjerë ligjënore, ku zakonisht shtrihet toka e butë dhe errët torfike, duke i ndryshuar përkohësisht gjithë epërsinë kësaj zone të rrallë. Era e lagështirës pothuajse mbretëron mbi sipërfaqen e përmbytur të Blatës, duke bërë atë një peizazh të heshtur që pret rikthimin e balancës natyrore. Pavarësisht dimrit që mund të shkaktojë përmbytje, Blata mbetet pasuri natyrore, me rëndësi të veçantë në Pogradec dhe gjithë zonën përreth Drilonit. Ajo mbetet një kujtesë për ne të gjithë se është ekuilibri i ekosistemit torfik dhe është e nevojshme për mbrojtjen e saj, sidomos në kohë me ndryshime të forta klimatike.